Lufta ndaj informalitetit do të rrisë kreditimin dhe do të zhvillojë tregjet e kapitalit. Ky është vlerësimi i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Seko për aksionin që synon formalizimin e ekonomisë shqiptare. Sipas kreut të Bankës Qendrore, informaliteti në ekonominë shqiptare është i egzageruar. Shqipëria është çdo nismë, çdo operacion dhe aksion në luftën kundër informalitetit, pa diskutim që vlerësohet pozitivisht. Informaliteti është një fenomen i cili në Republikën e Shqipërisë ka qenë egzageruar, edhe në raport me vendet e tjera të rajonit, pasi informalitet ka edhe në vendet e tjera të rajonit. Guvernatori deklaroi se inflacioni do të vijojë që të jetë nën objektivin e Bankës së Shqipërisë për 2015 si pasojë e konsumit të dobët. Rikthimi i tij në objektiv pritet të realizohet vetëm në fund të 2017-s. Nga këndvështrimi makroekonomik, inflacioni i ulët pasuron efektin e një kërkese të zbehtë agregate dhe nivelin e ulët të çmimeve të artikujve bazë dhe të konsumit në tregjet botërore. Ndikimi i këtyre faktorëve do të vazhdojë të jetë i pranishëm edhe në horizontin afatshmëtor. Inflacioni mesatar i vitit të 2015 pritet luhatet në nivelin prej 1.9%. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajtë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin 2%.